Hetimet për atentatin që ndodhi mbrëmjen e së njëjtës në Tiranë, ku 4 persona u plagosën, kanë marrë një drejtim të ri. Policia ka dyshime se autorët mund të kenë ngatruar shënjesër duke pasur në konsiderat ngjashmërinë e makinës që udhëtonin viktimat me atë të gruas së Ibrahimit. Hetuesit mendojnë se objektivi i vërtetë i atentatorëve mund të ketë qenë bashkëshortja e Ibrahimit, e cila ka një makinë me targa thuajse identike me ato të mjetit që u qellua. Sipas burimeve, atentati ka ndodhur 45 minuta pas vrasjes së Gjovalim Prendit në Llan të Lezhës dhe dyshohet se autorët kishin si qëllim edhe vrasjen e bashkëshortes së tij pas vrasjes së djalit të saj, Rohan Brahimi, në Athinë vitin e kaluar. Policia e Tiranës ka zbardhur dinamikën e ngjarjes duke thënë se atentatorët kanë pritur automjetin e të plagosurve pranë tregut agro-ushqimor në Unazën e Madhe dhe kanë qelluar me breshëri plumbash pasi mjeti ka hyrë në rrugën dytësore. Pas atentatit, shofiri i automjetit ka tentuar të largohet dhe ka udhëtuar për 1.4 kilometra para se të përplasej me një automjet tjetër. 4 të rinjt janë transportuar për në spital dhe 2 prej tyre janë në gjendje më të rëndë, ndërsa të tjerët janë jashtë rrezikut për jetën. Hetimet janë duke vazhduar dhe policia dyshon se autorët, të cilët dyshohen të jenë 2 persona, lëviznin me motor dhe deri tani nuk ka asnjë gjurmë të tyre. Të plagosurit kanë deklaruar se nuk kanë konflikte dhe nuk kanë mundur të identifikojnë sulmuesit. Në analizën e mëtejshme të ngjarjes, burimet nga hetimet kanë konfirmuar se përveç ngjashmërisë së makinës, një tjetër element mund të ketë kontribuar në këtë ngatresë dhe kjo lidhet me mundësinë që viktima ka qenë në lidhje me individ që janë objektivi grupeve të tjera. Për më tepër, hetuesit po shqyrtojnë çdo mundësi të lidhjes mes ngjarjes së fundit dhe aktiviteteve të kaluara kriminale, përfshirë ato që mund të ketë lidhje me atentatet më parshme.